Shega është një frutë e cila së bashku me ullirin, rushim, fikun dhe hurmat janë ndër pemët e para të kultivuara në historinë e njerëzimit. Shkencëtarët mendojnë se pema e vogël e shegës është mbjellur së pari në Turqi dhe pjesët veriore të Iranit, por ajo rritet edhe në Kaukasus, Armenia, Azerbajxhan, në Tagjikistan, Afganistan, Pakistan, pastaj në vendet mesetare, Spanjë dhe në lindjen e afërme, sikurse në Palestinë, Egjipt, Marok dhe Tunizi. Shega arabisht quhet ruman, latinisht quhet punica grantum. Është një pemë e vogël gjetherënse, frytet e së cilës kanë një lëng të ëmbël dhe aromë të veçantë. Lloji më i mirë i shegës është ajo e lëngshme dhe me ngjyrë të kuqe të fortë, si dhe me lëkurë të hollë. Rritet deri në 5 metra lartësi dhe gjerësi deri në 3 metra, por jeton me qindra vite. Shega përmendet në 3 vende në Kur'an. Profeti Muhamedi a.s. ka propozuar ngrënien e shegëve për ta pastruar trupin nga xhelozia dhe inati. Në një hadith thuhet: asnjë sheg nuk piqet e të mos ujitet, madje me një pikë ujë nga xheneti. Në një tjetër thuhet: çdo kush që han sheg, zemra e tij do të dridhet dhe shejtani do të ikë prej tij. Shega e pjekur është e nxehtë dhe e lagësht, i ndihmon fytyt, moshkërive dhe bronkeve. Vepron si lehtësues dhe qetësues i kollës. Vepron si laksativ i lehtë. Është në fakt një frut me shumë burime. Lëngu i shegës shuan etjen, rrit oreksin dhe i jep freski mendimit të njeriut për shkak të efektit pozitiv në sistemin nervor. Gjithashtu përdoret me sukses për heqjen e njollave dhe rrudhave të fytyrës. Shega sot festohet sikur është një frut superior. Studimet e shumta kanë ardhur në përfundim se lëngu i shegës ka 3 herë nivelin më të lartë të antioksidantëve se të rrushit të zi, të çajit jeshil dhe se vena e kuqe. Përmban një sasi të lartë të përbërësve bioaktiv, flavonoide, po ashtu përmban edhe polyfenol, të cilat kanë shumë rëndësi në rregullimin, ripërtëritjen dhe zhvillimin e qelizave. Është edhe shumë e pasur me kalium, potas, hekur dhe vitaminat C dhe E. Në lëvozhgën e shegës ndodhet një substancë të kurse që quhet tanin, e cila shëron barkun. Gjatë studimeve më të fundit janë ofruar të dhëna të reja se në lëngun e shegës janë gjetur dobi të papritura deri më tani. E sidomos përse u përket sëmundjeve kardiovaskulare, të zemrës, kancerit dhe artritit. Në veçanti janë polyfenolet, të cilat veprojnë si antioksidues, antiinfektiv dhe antikancerogen. Gjatë përdorimit të shegës ose lëngut të shegës aktivizohet fuqit autoimunitare të shërimit gjatë infeksioneve, kolesterolit të lartë në gjak, tek shtypja e lartë e gjakut, tek kanceri dhe tek sëmundjet nervore. Përbërësit që gjenden në sheg veprojnë në një mënyrë specifike në qelizat dhe organet e ndryshme. Përdorimi i ekstrakteve të shegës ndihmon edhe tek sëmundjet koronare të krijuara nga stresi i lartë. Gjithashtu, është vërtetuar se qelizat kancerogjene rriten shumë ngadalë gjatë përdorimit të shegëve.